nderuar, në fillim do të flasim për ditën ndërkombëtare të tokës. Dhe kur flasim për ditën ndërkombëtare të tokës, i kushtojmë më shumë temi rëndësi ambientit, pastërtisë, që të kemi një tokë më të mirë, më të pastër dhe të përfitojmë më shumë dhe të marrim më shumë nga ajo, sepse toka gjithmonë ka shumë për të dhuruar për secilin prej nesh. Kur është dita e tokës, pra kemi një fokus më të madh rreth pastërtisë, mosjedhjes së mbeturinave, një ngritje më e madhe e vetdijes për të mbajtur një ambient më të pastër, një tokë më të pastër, por këtu mund të përfshijmë lehtësisht edhe ajrin, sepse edhe ajri është pjesë e tokës dhe është e nevojshme për çdo gjallësë që ekziston në tokë, qoftë për njerëzit, për kafshët, por edhe për bimët. Dhe kur jemi edhe tek ajri, dim që viteve të fundit, pra kemi pasur jo vetëm në Kosovë, por në gjithë botën vazhdon të mbetet një problematikë shqetësuese, ndotja e ajrit, fal kjo fabrikave të ndryshme, të cilat tymrave të ndryshëm, pra që dalin nga to dhe që din të shkaktojnë ndotje të ajrit dhe probleme të tjera që më pas ndërlidhen në aspektin shëndetësor. Për diskutuar për cilësinë e ajrit, rëndësinë që të kemi një ajër të freskët, një ajër të mirë, një ajër cilësor të shëndetshëm, unë kam kënaqësinë që me mua në studio është edhe eksperti i cilësisë së ajrit apo njohësi i cilësisë së ajrit, Shoqëri Dumani. Zotri Dumani, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Faleminderit për thirrjen. Unë e ndërlidha thash që është sot dita ndërkombëtare e tokës, por fokusi është gjithmonë për të pastrojmë tokën, të pastrojmë ambientin, një ambient më i pastër, më i gjelbruar, por harrojmë këtu të përfshijmë edhe ajrin, që po s'patëm një ajër të mirë, nuk do të kemi as bimë cilësore, as një shëndet cilësor, apo jo? Patjetër, por çështja e mbrojtjes së mjedisit është shumë dimensionale. Derisa nuk është vetëm ajri në pyetje, por është edhe uji, por është edhe dheja, toka, si po thoni. Tash, çka kuptojmë me tokë? Unë mendoj kuptojmë planetin tokë. Ndërsa ujërat janë të ndotura tej mase, kur flasëm edhe për Kosovën, sidomos, po edhe për planetin tonë, për tokën, përgjithësi, problem madhor është ndotja e ujrave, ndotja e ajrit, pastaj ndotja e liçeneve, detrave, e tjerë. Dhe më thonë, kjo është një problem që është shumë madhor për sa i paket nivel botnor, po edhe nivel lokal, kur kemi të bëjmë me Kosovën, është problem që donë zgjidhje të përhershme dhe donë njerëz, ekspert, donë teknologji e cila kishte me ullë nivelin e ndotjes, jo vetëm të ajrit, po edhe të ujit dhe të ushqimit. Pas dhe parametrat ose ndotësit që janë prezent në nivel botnor, për dhe në nivel lokal, si kur është Kosova, janë të shumë parametrat. Ndotja e ajrit në Kosovë, për shembull, nëse marrëm, karakterizohet me thermia, të cilat thermia të pluhurit, që mund të kenë përbërje kualitative nga më të ndryshmet, por nuk kanë vetëm pluhuri, po janë edhe gazrat kimike, pastaj janë zhurma, pastaj kimikate të ndryshme e kështu me radhë. Cilat janë burimet, themi, kryesore që ndotjes së ajrit në vendin tonë? Për Kosovën mund të flasum me një përgjithësi, nga se pretendoj se i njoh ndotësit, dhe mendoj që ajri ynë praktikisht ndotet nga industria, dhe jo vetëm nga industria, por edhe nga komunikacioni rrugor. Praktikisht
ndocit më të mëdhej është komunikacioni, që merr pjesë dikun prej 50 deri në 60%. Pastaj vinë komunikacioni rrugore, kom fjallën, djegja e naftës, benzinës dhe lëndëve tjera fosile. Pastaj vinë termoelektronat me thëngjell dhe pas kësaj vinë teknologjit tjera që gjenerojnë kimikate e kështu me radhë. Mandej, i kemi ujrat e ndotura të qyteteve, ose ujrat urbane, po edhe në përfshatra tash ke ndotje të ujrave nga ujrat e zeza. Nga se Kosova praktikisht përveç një fabrike që është në Skënderaj dhe një në Prizren, të gjitha ujrat fekale urbane derdhen në për lumej. Dhe mund të them që lumej të Kosovës 90% janë të ndotura. E kjo me një fjallor pak ma shkencor, ujrat sipërfaqësore mbi 90% janë të ndotura nga ujrat urbane ose ujrat e zeza. Përsa përket ndotjes së ajrit, elektroekonomia e Kosovës, gjithësisht Keku, është një ndotës potencial i ajrit me thermia fluturuse. Thermia i kemë dy kategori, thermia fundruse dhe thermia fluturuse. Keku e ndot ajrin me thermia fluturuse dhe me gazra, që janë monoksidi karbonit, dioksidi karbonit, gaznat nitroze, dioksidi sulfurit dhe disa hidrokarburet nivelit të ullt. Këto janë me pjesëmarrjen më të madhe. Pastaj kemi këtë shkritoren e ferroniklit. Edhe janë ndot ajrin, natyrisht që edhe ndot një pjesë të ujrave. Pastaj vjen shartësemi, që ku prodhohet cementi, me gjithë që këto fabrika që i ceka, ose këto fabrika që i ceka kanë bot disa zgjidhje tekniko-teknologjike dhe e kanë ullë nivelin e ndotjes. Për shembull, Keku ka të instalum elektrofiltrat që e nalin pluhurin fundrus, derisa pluhuri fluturus nuk ndalin, gaznat nuk ndalin. Të gjitha këto udhen në atmosferën e ajrit. Dhe natyrisht që kemi një ndotje. Njësoj është vlen edhe për shartësemi, njësoj vlen edhe për ferronikëllin. Këto janë burimet kryesore dhe burimet tjera janë më minore. Tani, do të kemi mundësin të bëjmë edhe një lidhje të shkurtër me Viber, me Luan Hasanaj, që është drejtor ekzekutiv i Let's Do It Ta Pastrojmë Kosovën, e që sot duket se kemi nga tereni pikërisht me aksionin për pastrimin. Në cilën zonë jemi, Luan? Sa po erdhëm në brigjet e liçenit të Badovcit tani. Jeni në Bados, pra do të bën pastrimi i ambientit atje, apo jo? Po, dhe është për keqardhje në fakt, sepse para një muaj kemi qenë këtu me një aksion, e kemi pastru pothuajse në tërësi bregun mirë, po edhe një hapësirë të madhe të sipërfaqes ujore, ku patëm largu dikon mbi 400 thos, dhe mbesoni që sot pas një muaj që kthehemi këtu, situata është jashtëzakonisht keq dhe ka pasur përsëri shumë veturina të cilat i kemi larguar deri me tani nga kjo zonë dhe si duket do të kemi punë diku edhe një 2 orë s'pako. Pra vetëm brenda, mund të themi brenda një muaji është kyer një situatë thuajse e njëjtë? Është pikërisht një muaj. Do të thotë me 22 mars ka qenë dita e ujit, kemi qenë këtu dhe sot jemi me 22 prill.
Po në përgjithësi, si mund të themi, është rritur vetëdijsimi apo duket se jemi në situatë ngjashme, me qenë se po përmendni këtë shembull që vetëm një muaj më pas gjendja kthehet siç ka qenë në atë zonë? Fatkeqësisht vetëdia e një pjesë të madhe të shoqërisë, sidomos për trajtimin e pronës publike, kujdesin për të është shumë e ulët. Pra ne kemi një vetëdije shumë të ngritur sa i përket kujdesit për pronën private, pra i mbajmë shumë mirë shtëpijat, vetën, pronat tona që i kemi private, mirë, po sapo dalim në atë që nuk është e jona, pra që është e shtetit, nëse mund ta quaj kështu siç e quaj një pjesë e madhe, atëherë këtu nuk ka asnjë kujdes. Përndryshe, kisha me thonë ka sjellje armiqësore, pra duke pa se çfarë ndotje i bëjmë këtyre hapësirave, pra nuk është as edhe një hapësirë publike e cila është e mirëmbajtur ose e pastër, pra pjesë e madhe e qytetarëve janë të pavetëdijshëm dhe të papërgjithshëm, po në anën tjetër nuk përjashtohet as pak roli i atyre që janë pronar ligjor ose përgjegjës për të ruajtur këto prona, pra pronar ligjor e shteti, i cili duhet të ndërmerr masa që t'i parandalojë këto ndotje. Ka vite që kërkojmë një angazhim shtesë, për shembull në Badovc nuk është asnjë kompani që merret me mirëmbajtjen e saj, pra rujtjen e kësaj hapësire. E njëjta situatë është edhe në parqe nacionale, pra pothuajse gjithandej mungon kujdesi, kështu që është një faj kolektiv, kisha me thonë, mirë po absolutisht e papranueshme është që institucionet që janë përgjegjëse për rujtjen e këtyre zonave rrinë kaq neglijente. Çfarë mund të themi do të ngriste vetëdijen, rregulla më të mira, dënime themi më tashpra për ndotësit e ambientit, çfarë mund ta përmirësonte situatën në të cilën jemi sipas jush? Po janë disa faktorë në fakt. Së pari normalisht është zbatimi i ligjeve. Kosova ka prodhuar një kuadër ligjor jashtëzakonisht mirë, pra shumica është pothuajse e adoptuar me direktivat e Bashkimit Evropian, pra kemi ligj i cili ndalon dhe dënon hudhjen e mbeturinave që nga filtri i cigares e tutje, mandej ka shumë rregullore, ka shumë strategji udhëzime administrative të cilat e rregullojnë këtë çështje, por problemi kryesor është zbatimi i tyre, pra institucionet po dështojnë të zbatojnë, pra ka numër të vogël të inspektorëve, në shumë komuna s'ka inspektor fare. Mandej ka vite që kërkojnë për shembull policinë e Gjelbër, e cila kishte qenë jashtëzakonisht e rëndësishme për mirëmbajtjen e këtyre zonave, pra duke pse jo gjobitur ata të cilët i bëjnë këto veprime të papërgjithshme. Po në anën tjetër është shumë e rëndësishme edhe investimi, pra në këto zona, për shembull në tërë këtë zonë të Badovcit, ne nuk e shohim as edhe një sport. Pothuajse njëjtë është situata në çdo hapësirë publike, pra shohim mungesë shportave në për zona të frekuentuara edhe në brenda vetë qyteteve, pra të filluar prej Prishtinës e tutje, pra duhet të ketë investime shumë më të mëdha në këtë fushë. Sidomos Ministria e Mjedisit ka një rol të rëndësishëm dhe do duhet bënte shumë më shumë, pra që nga krijimi i ekofondit për shembull, ka vite që është premtuar që do bëhet ekofondi, që qytetarët që paguajnë në emër të ndotjes, qoftë me regjistrimin e makinave, qoftë me pagesa tjera që i bëjmë neve për mjedisin, pse ato mjetet e mos kthehen mandej investime në mjedis. Pra është absolutisht jam i bindur që mungon vullneti politik për ta zgjidhur këtë problematikë. Ndërkaq vullneti për Ju Bashkuar Let's Do It Kosova është mungon apo është më mirë? Jo, jam jashtëzakonisht i kënaqur. Sot kemi qindra vullnetarë këtu dhe shumë janë 33 që janë bashku. Pra është jashtëzakonisht shumë mirë që të rinj, të rejat janë të gatshëm të kontribuojnë. Mirë, po them prap, nëse kjo nuk pasohet me veprimet e institucioneve, jam i bindur që pas një kohë shkurt prap kjo situatë do kthehet. Do të prap do të jemi në këtë gjendje që duhet vim dhe pastrojmë dhe nuk mundet të mirëmbahet as Badovci as një zonë publike me aksione vullnetare.
vullnetare, me angazhimin e njerëzve. Normalisht që këto aksione janë shumë të rëndësishme, japin një kontribut të jashtëzakonshëm, qoftë për të pastru, po qoftë edhe për të rritë vetdijen, mirë, po nuk është kjo zgjidhja. Zgjidhja është të institucionet, ato duhet të veprojnë. Luan, faleminderit shumë për këtë inkuadrim të drejtë. Për drejtë nuk po ju pengoj më shumë në punën tuaj dhe suksese, punë të mbarë dhe faleminderit që po bëni një punë të mirë për tokën. Faleminderit dhe juve dhe përshëndetje dhe për mysafirin në studio. Faleminderit. Faleminderit dhe një herë. Zotri Dumani, shqetësuese, pas një muaji të kthehet një zonë ashtu si që ka qenë. Një ndoshta mund ta pyetja ime që gjatë bisedës me Luani më lindi pyetja, po sikur se edhe për ajrin, flasim për ndotësit, identifikojmë pra burimet kryesore të ndotjes së ajrit, por prapë vazhdojmë të kemi një cilësi jo të mirë të ajrit në vendin tonë. Mendoni që nëse do të shihej pra ndotja e ajrit si një krizë shëndetësore dhe jo mjedisore, do të kishte një vëmendje më të madhe, sepse realisht nuk në momentin që kemi ndotje të ajrit nuk do të kemi edhe shëndet mirë. Unë të pajtohem plotësisht me këtë bashkëbiseduesin. Ka të drejtë ajo që duhet të bën shteti ose Ministria e Mjedisit është që të krijojë një polici të mbrojtjes së mjedisit. Dhe për këtë është folë kohë të gjatë. Bile është deklaratat kanë qenë, qëndrimet kanë qenë që secila komunë ta ketë policinë e mjedisit dhe kjo polici duhet ta kishte uniformin e gjelbër dhe të veproj për ata qytetarë të pandërgjegjshëm. Ne kemi një infrastrukturë ligjore shumë të mirë po zbatimi i ligjeve për mbrojtjet e mjedisit nuk qëndron. Praktikisht do duhet që çdo qytetar i cili edhe çdo kompani ose çdo subjekt të përveç të tërhiqet vretja, do duhet që ta paguaj një gjobë, ose të ndërmiren masat e tjera, mbylljen e fabrikës, ose e tjere. Dhe praktikisht problemi qëndron që nuk kemi zbatim të ligjeve. Kemi ligjet mira, kemi rregulloret mira, por nuk ka zbatim. Derisa nuk ka zbatim, nuk ka zgjidhje. Gjobat, vedisimi, e sidomos gjobat e bojnë zgjidhjen më të mirë të mundshme. Unë jam madhërues, le të jenë gjobat tulta, por megjithatë le të qëndrojnë gjobat. Dhe atëherë zgjidhja është shumë e mirë. Bashkëbiseduesi ynë, Ceku, që e ka pastruar para pak kohë, Një muaj, prap ka ndodhur dhe njëjta gjë. Këtu kemi të bëjmë me plastiken. Është shumë interesante, zotri Dumani, se për ju ndërpres, jemi një popull që nëse krahasojmë me vendet tjera të Evropës, shtëpinë dhe oborin tonë e mbajmë jashtëzakonisht pastër. Dhe nuk na konkuron askush në këtë aspekt. Asnjë vend evropian nuk mundet me na konkurruar, ndoshta të themi me pastërtinë që e mbajmë brenda në shtëpi. Po kur dalim jashtë shtëpisë, pse nuk e kemi këtë kulturë, është për të çuditur. Po shiqo, kjo është problem që do në debat gjatë pse jemi të tillë, çfarë jemi, sepse duke llogaritur që mbi 2000 vite kemi qenë nën pushtimin e armitëve nga okupatore, nga më të ndryshmit, prej Romakëve, prej Bizantit, prej Turqisë, prej Serbisë e tjerë. Kështu që them, ende na e mbajmë njerëzisht ndjenjen e sklavit, e robit, dhe ndjenjen e egoizmit, ndjenjen e bajraktarizmit. Ju po e shihni, për shembull, kjo ndjenjë sot manifestohet në politikën, tash po kalojmë politikën e Kosovës. Bajraktarizmi, egoizmi, shpirtngurtësia,
janë prezente si dukuri, jo si rast, po dukuri është shprehur. Dhe praktikisht kjo është tu e dëmtue shtetin dhe gjitha sistemet e shtetit. Kjo dënë kohë për më të i kalu. Po kthehem tash për masat plastike. Është një ndotje jo vetëm fizike, po është një ndotje edhe kimike. Një qese plastikës, për më zbërthy, ajo më e holla që ka 1 milimetër trashësi, ose më pak, i duhen ma shumë se sa 100 vite. Në dhe thonë, të e hudhë një qese plastikës, me që trashësi, ajo 100 vite jeton. 100 vite është mjedis. 100 vite ndot ujrat, ndot tokën, ndot ushqimin e tjerë. Tashi, po e ceki një problem shumë madhor për Kosovën për momentin që mund të eliminohet, është ndotja e ushqimit. Me pesticide. Pesticidet janë 4 kategori. Janë insekticidet, herbicidet, fungicidet dhe rodenticidet. Ushqimi që importohet nga Serbia, nga Shqipëria, nga Macedonia dhe vendet e tjera, përmban pesticide për te i vlerave të lejuara. Të gjitha ushqimet që Evropa që i importon dhe të gjitha ato që i kthen vinë dhe zbrazën në Kosovë. Dhe kjo është një problem për momentin shumë problem madhor, nga se avuku ose auku nuk merret me këtë problem. Praktikisht rritja e smundjeve kancerogjene në Kosovë është edhe si rezultat i ndotjes së ushqime pemëve, perimet dhe drita me pesticide. Pesticidet importohen fshehurazi ilegalisht për Kosovën dhe dozimi këtyre pesticideve është për te asaj të lejuarës. Unë e përmenda këtë sepse për pesticide me folë do duhe shumë ma tepër, por me gjithat po them, nuk është vetëm ajri, uji, toka, janë edhe pesticidet. është ndotja fizike, është zhurma, janë ndotja radioaktive, rrezatimi i telefonisë mobile, rrezatimi nga radaret. Dhe me thonë është një gamë e tërë e ndotëse fizik, kimiko-fizik dhe biologjik. Dhe Kosova nuk është e gatshme të përballet me zgjidhjen e këtyre probleme ose minimizimin e këtyre ndotësve. Kështu që është shumë problematike. Për shembull, Kosova nuk ka laborator për analizat pesticideve. Kemi laboratore për analizat e gazrave. E kemi qytet, për shembull, kur të kalesh në përqendër qytetit e shef sa është përqendrimi i gazave, sa është përqendrimi i pluhurit fluturus, aty fundrus, e shef, është një pasyrë. Dhe janë pajisje japonezët e cilat 24 orë masin përqendrimin e gazrave. Dërsa, për pesticide nuk kemi laborator. Dhe praktikisht të gjitha prodhimet janë të ndotura nga pesticideve. Zotri Dumuani, unë me shumë knaqësi do ta vazhdoja edhe më shumë këtë bisedë, por jemi në minutat e fundit. Faleminderit shumë që ishit prezent dhe ndat gjitha këto informacione me ne.